Skandalet e qeverisë Rama 2012-2025, anatomia e një pushteti në akuzë. Tiranë, qeveria e kryeministrit Edi Rama ka qëndruar në pushtet për më shumë se një dekadë, por është përballur gjatë gjithë kësaj kohe me një sër akuzash për korrupsion, klientelizëm, abuzim me tender dhe dështime institucionale. Nga inceneratorët e kontestuar tek akuzat e drejtpërdrejta për zyrtar të lartë, historia e qeverisjes Rama është mbushur me episode që kanë ndezur një debat të gjerë publik dhe kritik të fortë. Ky artikull investigativ analizoi skandalet e ndodhura në këtë periudhë, duke i vendosur në kontekstin e situatës politike, institucionale dhe ndërkombëtare. Një fillimet të kontestimi që nga viti 2013. Qeverisja e Edi Ramës filloi në vitin 2013, duke u prezantuar me premtime për reforma demokratike dhe zhvillim ekonomik. Por shpejt u përball me akuza për korrupsion të theksuar, klientelizëm dhe lidhje mes politikës dhe ekonomisë së errët. Problemet u shprehen qartë edhe në perceptimin e publikut dhe organizatave ndërkombëtare për nivelin e korrupsionit në vend. Studimet akademike dhe analizat ndërkombëtare tregojnë se korrupsioni mbetet një nga sfidat më serioze të administrimit të shtetit shqiptar, veçanërisht në sektor si politik, shëndetësi dhe drejtësi. 2. Inceneratorët, një nga skandalet më të mëdha. Një nga skandalet më kontroverse që shënoi qeverisjen Rama është ai i inceneratorëve të plerave, një projekt i ndjekur që nga viti 2014. Sipas hetimeve dhe hetimit parlamentar, këto projekte komprometuan procesin ligjor dhe duket se u realizuan pa bazë ligjore të qartë, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme financiare për shtetin shqiptar. Inceneratorët u prezantuan si zgjidhje e nevojshme për menaxhimin e mbetjeve, por mungesa e transparencës dhe procedurave të dyshimta të koncesioneve ngritën pikpyetje të mëdha. Sipas vdirën dhe auditimeve të pavarura, kompanitë përfituesit kishin lidhje politike dhe investimi i shtetit kapte shifra që tejkalonin miliona euro. Disa zyrtarë dhe drejtues të projekteve u ndjekën penalisht, por vendimet juridike mbeten objekt debatimi, duke nënvizuar boshoqet e qartë në kontrollin e qeverisë mbi projekte të tilla. Ky skandal u shndërrua në simbol të abuzimit me fondet publike dhe centralizimit të vendimmarrjes në një grup të ngushtë politikësh dhe biznesmenësh të lidhur. 3. Çështja e ministrit Saimir Tahiri dhe kanabizimi. Një tjetër kapitull që tronditi skenën politike ishte rasti i Saimir Tahirit, ish ministrit të brendshëm, i akuzuar për lidhje me grupe kriminale të trafikut të drogës. Sipas raportimeve ndërkombëtare dhe mediave të pavarura, Tahiri u gjeti lidhur me grupin Habilaj, një rjet i implikuar në trafik ndërkombëtar të kanabisit, një fenomen që kishte kapluar vendin dhe për të cilin qeveria u kritikuar për dështim në kontroll. Tahiri u arrestua dhe u ndjek penalisht për shpërdorim detyre, por debati publik mbi përgjegjësinë dhe llogaridhënien e qeverisë vazhdon të ndezet. Kjo çështje nënvizoi edhe një herë mungesën e kontrollit efektiv të qeverisë mbi fenomenin e kanabisit dhe strukturat kriminale që shfrytëzohen nga klientë me lidhje politike. 4. Protestatat e 2019 dhe kriza politike. Në vitin 2019, një val protestash intensive u organizua nga opozita kundër qeverisë Rama, duke akuzuar atë për blerje votash, manipulime zgjedhore dhe kapje të institucioneve shtetërore. Demonstratat morën për masa të mëdha në Shkodër, Tiranë dhe qytete të tjera si shprehje e zemërimit qytetar. Protestuesit kërkonin dorëheqjen e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike për të garantuar zgjedhje të ndershme. Ndërkohë që qeveria i konsideronte protestat si sulm në stabilitetin e vendit, paqja dhe rendi publik u tensionuan, duke vendosur një tjetër pikë kritikash mbi mënyrën si Rama adreson reagimin qytetar. 5. Akuzat e SPAK dhe goditjet drejt zyrtarëve të lartë. Në vitet e fundit, një nga institucionet më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, ka ngritur akuza dhe ka kërkuar arrestimin e zyrtarëve të lartë qeveritar, përfshirë Belinda Ballukun, zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, e akuzuar për shpërdorim detyre dhe manipulimin e tender të prokurimeve publike. Këto akuza kanë çuar në tensionet e ashpra politike dhe protesta brenda parlamentit shqiptar. Balluku është përballur me kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit dhe ndjekje penale, por votimi në parlament, ku shumica mbetet në dorë të partisë në pushtet, është një pengesë madhore për përparim të procedurës. Kjo situatë ka treguar qartë kolizioni mes kapaciteteve ligjore dhe përpjekjeve politike për të mbrojtur njerëz të afërt me qeverinë, një element që kritikët e quajnë kapje e shtetit. 6. Ilir Meta dhe formalisht akuza nga SPAK. Edhe figurat e tjera të skajit të politikës shqiptare, përfshi Ilir Metën, ish president të vendit, janë përballur me akuza serioze të korrupsionit, pastrim parash dhe evazion fiskal nga SPAK. Meta u arrestua dhe përballet me deri në 12 vjet burg nëse shpallet fajtor, por çështja e tij është pjesë e një panorame më të gjerë të përpjekjeve të sistemit të drejtësisë për të adresuar korrupsionin në nivele të larta politike. 7. Reputacioni i Shqipërisë dhe reagimet ndërkombëtare. Raportimet e medjave ndërkombëtare dhe organizatave prestigjioze, përfshi edhe reagimet e Bloomberg, kanë theksuar se skandalet e fundit rrezikojnë stabilitetin politik dhe besueshmërinë e qeverisë në arenën ndërkombëtare. Kritikët argumentojnë se projekte të mëdha investimi, siç është propozimi për transformimin në një ishullin Adriatik, vijnë ndërsa korrupsioni i brendshëm mbetet një problem themelor për integrimin euroatlantik të Shqipërisë. 8. Kritika për klientelizëm dhe nepotizëm.
Analiza ndërkombëtare dhe raportet e mediave të huaja kanë vënë në dukje si një tjetër problem madhor klientelizmin dhe nepotizmin, ku individ të lidhur ngushtë me pushtetin socialist marrin poste kyçe në institucione dhe kompani publike, shpesh pa kriter meritokratik. Kjo strukturë, sipas kritikëve, minon konkurrencën, rrit korrupsionin dhe dëmton besimin publik në institucione. 9. Reformat e drejtësisë dhe sfidat përpara. Qeveria Rama ka nisur disa reforma në sistemin e drejtësisë dhe ka promovuar iniciativa për digitalizim të shërbimeve dhe përdorim të inteligjencës artificiale për prokurimet publike, duke prezantuar një bot ministru virtual për të menaxhuar prokurimet me qëllim reduktimin e korrupsionit. Megjithatë, kritikët shprehen se kjo nismë teknikisht novatore e ende nuk ka adresuar problemet themelore të mungesës së kontrollit njerëzor dhe manipulimeve të brendshme. Përfundim, një dekadë në akuzë çështësuar, skandalet që kanë shoqëruar qeverisjen Rama nga 2012 deri tani nuk janë thjesht gabime apo gabime politike. Ato përbëjnë një histori të gjatë të akuzave për korrupsion, klientelizëm, manipulim tenderësh dhe përdorim politik të institucioneve shtetërore. Çështjet e ngritura nga SPAK, reagimet e mediave ndërkombëtare, protestat publike dhe perceptimet e opinionit të brendshëm dhe të jashtëm nënvizojnë se problemi themelor i qeverisjes Alma është jo vetëm tranzicioni drejt demokracisë, por transformimi i një sistemi politik ku sundon ligji, jo pushteti personal. Që nga inceneratorët e kontestuar deri tek akuza për përfshirje të zyrtarëve të lartë në tender të mëdha infrastrukturore, panorama e zbulimeve të skandaleve tregon se përshtypja e mungesës